Procesi i numërimit votave në njësinë administrative Kashar është pezulluar përkohësisht pas një incidenti të rëndë të ndodhur në ambientet e qendrës së numërimit. Sipas burimeve zyrtare, një prej vëzhguesve të Ronaldo Rakipit ka goditur me grusht kryetarin e Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve. Ngjarja ka ndodhur në pranitë komisionerëve dhe vëzhguesve të tjerë, duke krijuar tension dhe ndërprerjet menjëhershme të punës. Kur janë numëruar 839 nga 1282 kuti votimi në Tiranë, sa i përket votave preferenciale brenda listës së kandidatëve të Partisë Socialiste, është krijuar grupi atyre që kanë marrë mbështetje më të madhe, por edhe atyre që tani e kanë kuptuar që nuk do të jenë më në parlament. Në përfundim të numërimit të votave në kuti do të numërohen edhe 42.384 vota të diasporës. Më i votuari në Tiranë vazhdon të jetë Blendi Gonxha, i cili ka marrë gati 16.000 vota, ndërsa në vend të dytë është ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, i ndjekur nga dy senatorët e PS-së, Erion Braçe dhe Fatmir Xhafaj. Një numër të konsiderueshëm votash ka marrë edhe deputeti aktual Orlando Rakipi, ndërkohë që deri tani në listën fituese rezultojnë edhe dy zonja, Anila Denaj dhe Kejsi Elezi. Ish-ministri Mimi Kodheli rezulton deri tani me 2770 vota, e ndjekur nga Ermonela Felaj me rreth 100 vota më pak. Në mesin e listës janë edhe Pandeli Majko, Klotilda Bushka e Toni Gogu, të cilët kanë pak gjasa të marrin një mandat tjetër parlamentar. Partia Socialiste ka arritur të sigurojë mandatin e 4 të qeverisjes me një fitore të thellë ndaj opozitës.